Hajde të themi se si e bëmë këtë farmin e bukës, maljan e bukës, që do ta përdorim. Ditën e parë si e përgatitet? Një lugë të vogël me mjak, 50 gram miell, 50 gram ujë. Po. Trazojmë bashkë dhe e lëm ditën e parë të mbuluar me 1 letër kuzhinë në vazo. Me 1 letër Nuk kuzhinë. i lëm kapak. Jo, se na fermentohet. Se fermentohet. Në ditën e dytë prapë e shtojmë duke i hedhur 50 gram ujë, 50 gram miell. E këtë e përsëritim? Çdo ditë e përsëritim, sot është ditë e katërt dhe brumi ka filluar të lëshojë ato buzëza filloi të fermentohet. Dhe për 3 ditë ky brum është gati që të përgatitim bukën. Mos përdorim më maja, se nuk është e shëndetshme, vetëm me brumin e ardhur. Edhe tani brumin do ta mbulojmë me këtë plazmazin, aftiti diafania, kështu që të mos thahet, dhe do ta mbulojmë edhe përmbi të me një pecet kuzhine. Ja. Edhe do ta lëm tani brumin sa të vijë. Lëm edhe brumin tani. Erdhi dhe brumi. Ja, shiko sa është të fryrë. Da ta punojmë se duhet punuar, tani duhet kthyer. Sa do ta kthejmë mama? Një herë ta dhe. Një herë se do vemi të flemë, se vajti vonë. E punojmë kështu me duar. Dhe do ta presësh. Ndajmë. A do ta ndajmë ta vëmë në mblat. Pak vaj në tepsi dhe tani do ta hapim. Që edhe të vëmë mblatët. Ja, do t'i bëjmë me pak vaj, do t'i vëmë kështu. Këto do vinë, do bëjmë dhe 2 herë sa janë do mbushit tepsia. Ja, do t'i shikoni. Do t'i lëm tani, kur do t'i lëm të fryren prapë që të vinë në furrë? Jo, në vend të ngrohtë aty. Në një vend të ngrohtë prapë. Ja, tani do ta vëmë dhe mblatin e fundit. Do ta mbulojmë prapë tepsin tani? Po, tani prapë do ta mbulojmë. Do ta mbulojmë dhe do ta lëmë që të fryhet. E pastaj do t'i vëmë në furrë që të piqen se këtu kemi sobë. Dhe tani shikoni pa këtu te soba e vumë bukën që të fryhet sa më shpejt dhe shikoni sa është të quar. Do ta lëm të mbushet e gjithë tepsia. Edhe pastaj do ta futim këtu në furrë të piqet. Ja. Do ta futim në furrë.